Sot kisha nderin që të mirëpres në Republikën e Kosovës dy kongresist amerikan nga të dyja partit, pra përfaqësuesin e Partisë Republikane dhe përfaqësuesin e Partisë Demokratike, që të dy për një kohë të gjatë kanë mbështetur Kosovën në veçanti, por edhe gjithë rajonin tonë në përgjithësi, dhe si kontribues të vazhdueshëm për paqen dhe stabilitetin në rajon. Tani kanë këtë vizitë ku e përfshin gati se të gjithë rajonin për të parë se si mund të vazhdojmë bashkëpunimin në favor të paqes dhe stabilitetit. Prandaj këto kanë qenë çështjet që kemi diskutuar, bashkëpunimi bilateral mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, zhvillimet në sektorin e sigurisë dhe të mbrojtjes, parafrimi ynë me NATO-n si organizatë ku synojmë të antarësohemi, sfidat e sigurisë me të cilat po përballemi dhe mënyrën se si mund të koordinohemi edhe më shumë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në mënyrë që të kemi integrim sa më të suksesshëm të komunitetit serb brenda Kosovës, pra si në përgjithësi si tema. Sa i përket deklaratës ish diplomatit Riker, natyrisht që tani që punon në sektorin privat, secili ka qëndrimet e veta, njëkohësisht edhe zoti Riker, me cilin kam pasur çdo herë një bashkëpunim të shkëlqyeshëm. Në Kosovë nuk ka pasur, as nuk do të ketë asnjëherë qeveri anti-amerikane. Në Kosovë ka pasur gjithnjë dhe do të ketë gjithnjë edhe në të ardhmen qeverinë më pro-amerikane që mund ta gjej ndokush, për shkak se kemi popullin më pro-amerikan në botë dhe secila qeveri e Kosovës që vjen nga po ky popull. Pra nuk mund të ketë dallime mes popullit që krijon qeveri apo votuesve që krijojnë qeveri dhe qeverisë, përderisa secila qeveri i ka metodat e veta, i ka strategjitë e veta, e ka mënyrën se si punon me partnerët dhe për atë se si kanë punuar dhe si do të punojnë në të ardhmen, unë ju sugjeroj që t'i adresoni pyetjet në qeveri. Sa i përket punës sime si presidente e Republikës, mund t'ju siguroj që kam pasur dhe do të vazhdoj të kem një bashkëpunim jashtëzakonisht të ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sepse i shoh si partner ekzistencial në zhvillimin e Kosovës, në mbrojtjen e lirisë dhe pavarësisë sonë, si dhe në tejkalimin e sfidave të sigurisë me të cilat ballafaqohemi. Ata janë partneri pazëvendësueshëm për sigurinë tonë, për ecjen tonë përpara në integrimet euroatlantike, prandaj është e domosdoshme që edhe koordinimin ta kemi të plotë dhe bashkëpunimin ta kemi sa më të fuqishëm.